Tashi du që të flas pak për diçka që quhet aksi zor-tru. Kjo është një nga temat më të nxehta në psikiatri dhe në shëndetin mendor sot. Një dekadë me studimet më parshme dhe shumë të tjera vazhdojnë të tregojnë se truri dhe zorra janë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën. Që do të thotë se ekzistojnë lloj-lloj sinjalesh e mekanizmash që udhtojnë midis trurit dhe zorrës tonë. Është për shkak të këtij zbulimi që u krijua një rend i ri në botën e psikiatrisë. Një nga fushat më interesante dhe më të reja në zhvillimin e trajtimeve psikiatrike është puna me sistemin ton gastrointestinal për të përmirësuar shëndetin mendor. Edhe pse kjo konsiderohet si një temë shumë e re, tërheqëse inovative momentalisht dhe janë shumë fonde kërkimore në lojë për të vazhduar punën në këtë drejtim, në fakt nuk është as pak një ide e re. Ajo çfarë thot shkenca moderne sot e thoshte para 3000 vitesh mjekësia e lashtë indiane e quajtur Ayurveda. Prej 3 apo 4000 vitesh mjekët e lashtë ayurvedik e dinin dhe thonin se shumica problemeve tona mendore fillojnë në traktin ton gastrointestinal. Ato po ashtu kanë thënë se linja e parë e trajtimit për shëndetin mendor është pikërisht tek ndryshimi i dietës. Pra, ndërkohë që këto ide duken të reja dhe hot në ditët e sotme, ato nuk janë vërtet të reja, po t'i shohim në një kontekst më të gjerë historik. Më e çuditshme është se nëse dikush do t'i thoshte një psikiatri para 40 apo 50 vitesh se është konsultuar me një mjek ayurvedik dhe ky i fundit i ka thënë se po, në rast depresioni duhet të ndryshosh dietën tënde, psikiatri do të kishte kapur kokën me grushta. Ai do të kishte thënë kjo është çmenduri, kjo është pseudoshkencë, mendja dhe truri janë një gjë, zorra është një gjë krejt tjetër dhe s'kan lidhje fare me njëra tjetrën. Por tani është vërtet interesante të shohim se për shkak të përparimeve në mjekësinë moderne, disa prej sistemeve tradicionale të mjekësisë, si ajo indiane apo kineze, po afrohen shumë me mjekësinë perëndimore. Dhe në fakt, nuk na duhet as doktoratur, as të jemi studiues të mirëfill të fushës për të kuptuar se ekziston një lidhje midis trurit dhe zorrës tonë. Sepse kjo kuptohet nga përvoja dhe nga përditshmëria jonë. Nëse duhet bëj një prezantim shumë të rëndësishëm nesër në punë apo duhet mbaj një fjalim para 200-300 vetave, është normale që do të ndjej flutura në stomak. Nëse do të dalë një takim me një njerëz të panjohur, do të kemi një ndjesi parehatie gjithashtu në stomak. Ne do të shohim shkurtimisht 3 mënyrat kryesore se si truri dhe zorra jonë janë të lidhura me njëra tjetrën. Mënyra e parë për cilën dua të flas është lidhja direkte neurale. Neuroni është një qelizë nervore dhe ne kemi një grup nervash që lidhin trurin ton me zorrën ton në kuptimin e drejtë për drejtë. Një shembull konkret i saj është nervi vagus. Nervi vagus kalon nga truri deri në traktin ton tretës, por ndërkohë ndikon edhe organet e tjera gjatë rrugës, rregullon rrahjet e zemrës, tensionin e gjakut dhe procese të tjera si peristaltika, që është lëvizja e ushqimit në sistemin ton tretës. Pra nervat tona e lidhin vërtet trurin me zorrën duke transmetuar sinjale vajtje dhe ardhje në mënyrë të drejtë për drejtë. E di që tingëllon e çuditshme, por kërkuesit sot, në vend që t'i shohin problemet e shëndetit mendor si diçka si një çekuilibër kimik që qëndron vetëm në tru, po i kushtojnë vëmendje edhe niveleve të sheqerit në gjak dhe mënyrës se si rezistenca ndaj insulinës luan rol dhe ne fillojmë të kemi simptoma të shëndetit mendor. Kërkimet tregojnë se njerëzit me depresion shpesh kanë metabolizim të ulët të glukozës në zona kyçe të trurit. Kjo do të thotë se truri i tyre nuk po e shndërron karburantin në energji në mënyrë efikase, duke çuar në lodhje, në mjegullim të trurit dhe në shtrëngullim të humorit. Gjithashtu, 60 deri në 80% e njerëzve me depresion përjetojnë ndryshime të mëdha në metabolizimin e glukozës. Prandaj, në vend që thjesht i shohim problemet e shëndetit mendor si një çekuilibër kimik në tru, duhet të shtrojmë pyetjen: si po e merr dhe si po e menaxhon truri energjinë e trupit tonë? Që ky është edhe funksioni i tij thelbësor apo jo? E trajtuam këtë temë gjërësisht kur folëm në modulet e inteligjencës emocionale. Kjo pra është mënyra e parë se si truri dhe zorra jonë ndërveprojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Mënyra e dytë me të cilën bashkëveprojnë truri dhe zorra është nëpërmjet prodhimit të neurotransmetuesve. Sistemi ynë tretës është i mbushur me baktere. Në pëllëmbën e dorës tonë ka më shumë baktere se çka njerëz në gjithë planetin. Në fakt jemi aq të mbushur nga bakteret si brenda, po ashtu dhe jashtë vetes tonë në lëkurë, saqë gastroenterologët shprehen se nuk jemi 100% sigurt nëse jemi ne që kemi baktere apo janë bakteret që na kanë ne.
ne kemi një marrëdhënie simbiotike me këto baktere, që do të thotë se ne bëjmë diçka për to dhe ato bëjnë diçka për ne. Një nga gjërat kryesore që bakteret në sistemin ton gastrointestinal bëjnë është se ato shpërbëjnë ushqimin dhe çdo gjë tjetër që ne fusim në organizëm, duke i kthyer ato ushqime në produkte të dobishme për trupin ton. Një nga gjërat më kritike që këto baktere prodhojnë nga ushqimi që ne u japim është prodhimi i neurotransmetuesve, ose më saktë, i lëndës së parë që kalon në rrjedhën e gjakut ton, që më pas transformohet dhe prodhon neurotransmetues, siç është për shembull serotonina. Pra në kuptimin më të drejtë për drejtë, ne kemi gjithë këto bakterë në traktin ton tretës që ne i ushqejmë sa herë ham diçka. Në këmbim, ato na ushqejnë me ato lëndët e para që na duhen për prodhimin e substancave dhe molekulave tjera të rëndësishme për të mbështetur jetën. Dhe si përkthehet kjo në praktikën klinike? Barnat që zakonisht jepen kundër ankthit dhe depresionit, në thelb të veprimit të tyre është se rrisin nivelin e serotoninës në tru. Dhe nëse ndalemi të logjikojmë pak, pse trurit tim i mungon serotonina, pse tani kaq papritur truri im gjendet në mungesë serotonine, ka shumë njerëz që nuk e kanë patur problem më parë. Unë nuk e kam patur problem 1 apo 2 vite më parë, nivelet e serotoninës. Çfarë ndodhi tani që ra niveli i serotoninës në tru? Kur i shikon nga afër këta pacient, vëren se atyre u mungojnë ato baktere që prodhojnë lëndën e parë që shërben për prodhimin e serotoninës. Kështu që shpesh herë në praktikën klinike, kur dikush shkon te psikiatri dhe zbulon se ky person ka nivel të ulët serotonine, i japin një medikament farmaceutik për të rritur artificialisht nivelin e serotoninës, ndërkohë që nga ana tjetër hartohet një plan regjim ushqimor që synon specifikisht të mbështesë prodhimin e atyre baktereve që prodhojnë lëndën e parë e cila shërben për prodhimin e serotoninës. Dhe këtu kur themi prodhimin e serotoninës, prodhimin natyral të tyre me dietë dhe duke hequr dorë gradualisht nga ilaçet. Kjo ishte pika 2 pra. Zorra jon përmban baktere që prodhojnë lëndën e parë për prodhimin e neurotransmetuesve. Dhe mungesa e këtyre lëndëve të para është eksaktësisht ajo që ndodh shpesh në rastet e depresionit dhe ankthit. Dhe tani kalojmë te pika e tretë. Pra folëm për bakteret simbiotike më lart. Në disa raste në zorrën tonë kemi edhe disa baktere të tjera jo të dobishme dhe kjo gjendje quhet disbiozë. Nëse simbioza ishte rasti pra kur trupi ynë dhe bakteret bashkëpunojnë në mënyrë harmonike, disbioza nga ana tjetër do të thotë se bakteret nuk sillen mirë me qelizat e zorrës. Në disbiozë kemi baktere jo të dobishme që nuk janë as pak miqësore, as mbështetëse për trupin ton. Trupi ynë i sheh këto baktere si armike dhe përpiqet t'i shkatërrojë duke krijuar një gjendje proinflamatore në zorr. Kur ndodh disbioza, me që kemi baktere jo të dobishme, trupi mendon, ops, du t'i heq qafe këta, du t'i heq me njëherë t'i nxjerr për jashtë. Kështu angazhon sistemin ton imunitar dhe krijohet inflamacioni. Tani duhet kuptojmë se si funksionon inflamacioni, shkurtimisht, sepse inflamacioni nuk është një koncept lokal që kufizohet vetëm në zonën ku ndodhen bakteret. Kur kemi një gjendje inflamacioni, ne prodhojmë diçka që quhet citokina. Citokinat janë molekula proinflamatore që udhtojnë në të gjithë rrjedhën e gjakut. Nëse besoni për shembull një prerje të vogël te gishti dhe ajo infektohet, ne mund të kemi ethe në të gjithë trupin, apo jo? Është sepse infeksioni nuk është i lokalizuar, efekti ndihet në të gjithë organizmin. E njëjta gjë ndodh edhe në zorr. Aty ku ka inflamacion, ai mund të ndikojë në të gjithë trupin. Kërkimet e fundit madje sugjerojnë që depresioni në veçanti mund të jetë një lloj inflamacioni në tru. Ka disa studime të reja që na tregojnë se medikamentet antiinflamatore mund të ndihmojnë edhe në rastet e depresionit. Kjo shihet për shembull tek disa bimë mjekësore me efekt kundër depresionit, të cilat kanë veti antiinflamatore, për shembull shafrani indis, turmeriku. Pra, mënyra e tretë se si truri dhe zorra jon janë të lidhur në mënyrë është ajo nëpërmjet disbiozës dhe inflamacionit, i cili mund të udhtojë nga barku, nga zorra deri në tru. Pra, tani ndoshta ti mund të kesh, ndërsa i gjove gjitha këta mund të të vijë pyetja, mirë pra, këto janë 3 mënyra se si truri dhe zorra komunikojnë. Dhe duket sikur e gjithë shëndeti im mendor varet nga balanca e baktereve të mira apo të këqija që qëndrojnë në traktin tim tretës dhe si duhet të sigurohem unë që ato bakteret e mira të dominojnë bakteret e këqija.
Dhe këtu vjen momenti kur duhet të kthejmë pak vëmendjen drejt dietës. Duhet ta përsëris edhe një herë se deri tani kemi folur për gjëra që kanë mbështetje shumë të fortë shkencore. Dhe tani do të përpiqem që t'i lidh bashkë me njëra tjetrën gjërat shkencore që thuhen nga studimet bashkëkohore dhe me ato që është thënë para mijëra vitesh, që e dim që funksionon në praktik. Atëherë si ti ushqejmë bakteret simbiotike, bakteret e mira. Bakteret e mira janë ato që kemi trashëguar, janë ato që krijohen kur ham ato lloj ushqimesh, të cilat i kanë ngrënë paraardhësit tanë prej mira apo ndoshta edhe për miliona vite. Ndërkohë që kur fillojmë të konsumojmë ushqime të mbigopura me sheqer, ushqime të krijuara fabrikisht industrialisht në 70, 80 apo deri në 100 vitet e fundit, me plot me përbërës që nuk kanë qenë kurrë pjesë e dietës tonë për mijëra vite, po ushqejmë një grup tjetër bakterësh në këtë mënyrë. Mendojeni këtë sikur po financoni krimin organizuar këtu brenda jush. Me këto ushqime në fakt ju po forconi ata që janë të këqij dhe veprojnë kundër teje. Këto baktere armiqësore krijojnë një gjendje të përhershme inflamacioni në trup, në traktin tretës, i cili mund të udhtojë deri në tru. Nëse bisedoni me njerëz që vuajnë nga aknet, do t'ju thonë se po të ndryshojnë dietën, aknet e tyre pastrohen. Dhe dikush mund të pyes po si lidhen puçrat në fytyrë me atë që unë ha. Mënyra më e mirë për të pasur baktera të shëndetshme është thjesht të ham ushqimet e duhura. Kjo është diçka mjaft interesante sepse për mijëra vjet kultura të ndryshme të botës e kanë kuptuar këtë realitet. Në shumë vende njerëzit konsumojnë ushqime të fermentuara, si kimchi në Korenë e Jugut, ose kosi në disa zona të tjera të globit, apo miso në Japoni, i cili është gjithashtu i fermentuar. Nëse shikoni procesin tradicional të përgatitjes së supës miso në Japoni, mënyra e saktë është që fillimisht zgjejmë ujin, pastaj e lëmë të ftohet pak dhe vetëm atëherë i shtojmë mison. Dhe pse është ky rend i veprimeve kaq i rëndësishëm, pse ato veprojnë kështu? Sepse po ta hidhni mison më herët, ndërsa uji po zihen, do të vrisni të gjithë probiotikët dhe bakteret e dobishme. Pyetja mbetet e njëjtë pra, si ti marrim bakteret e mira? Së pari me ushqime të fermentuara. Për shembull, kosi është i mbushur me probiotik të dobishëm. Ekzistojnë studime që tregojnë se kimchi mund të parandalojë ulçerat në stomak, të cilat shkaktohen nga baktera jo të dobishme. Në vazhdimsi të modulit do të thellohemi më shumë te tradita indiane, tek Ayurveda. Në Indi, tradita e lashtë mjekësore ka hyrë më në detaje për të kuptuar se cilat ushqime specifike ndihmojnë me ankthin dhe me depresionin. Mekanizmi veprues pas kësaj që lehtëson simptomat e ankthit dhe depresionit është se ne kur ham një lloj të caktuar ushqimi, ai fertilizon zorrën për të rritur ato lloje të baktereve që prodhojnë neurotransmetues dhe substancat e tjera që ndihmojnë në lehtësimin e ankthit. E njëjta gjë vlen edhe për depresionin. Ka ushqime që kultivojnë një mjedis të shëndetshëm në zorr, duke nxitur baktere antidepresive. Për ta përmbledhur pra, e gjithë kjo video është një hyrje në atë fushë tetë interesante dhe në zhvillim të vrullshëm të shëndetit mendor, që është aksi zorr-tru. Tradita e lashtë mjekësore, si Ayurveda dhe shumë të sistemet tradicionale të mjekësisë e dinin prej kohësh, prej mijëra vitesh, se një trup i shëndetshëm do të thoshte një mendje e shëndetshme.